nuk duhet të kruhesh me Amerikën dhe besoj që Netanyahu dhe lobi hebre e ka kuptu këtë. Ka i kufi Amerika. Po e shkelen kallo, bëhet krejt e kundërta. Kështu që Trumpi e ka shumë të vogël Izraelin në lojën e madhe me Kinën, ai s'po di që t'i bëjë Rusi si ta tërheqë nga vetja. Deri Izraeli thotë jo ma shkatërroti mu Iranin. Ose çoti ushtarët amerikanë vriten, po jo ushtarët e mi. Ka i kufi, po keni banka, po keni Hollywoodin, po pastaj, po kam popullin amerikan. Domethënë nuk është e kollajt kjo, se shqiptarët janë i çik budallë, wow, Izraeli, po është e vërtet. Punches above its weight, pra e ka goditjen më të fortë se sa vujudin, trupin. Por ka i kufi dhe Izraeli. Dhe tani Izraeli erdhi kufir në vet. Nuk do luftoj Amerika për Izraelin. Nuk mund shkatroj Trumpi planet e veta për një dominim global të Amerikës takën edhe për 30 vjet tjera. Pse për Izraelin? Majni bankat, majni Hollywoodin, majni edhe Hajpakun. Majni edhe ato kongresmenë dhe senatorë që i keni në xhep. Nuk kanë popullin amerikan. Nuk bëhet kollaj impeachment i Trumpit tani. Prandaj Netanyahu se skile plak tha, komandant është Trumpi, po vendosja e unë do i bindem. Netanyahu me një mall arrogant, vrasës e tjerë, jo do i bindem. Kjo është e reja që përgjithësim në toka shqiptare. E gjeti një rrugdalje pra gjitha kjo për të dalë nga lufta. Pra ju toni pa një fitues të qartë për momentin. Po nuk ka e para Irani, domethënë çka kemi fitues. Fitues duhet kemi atë maksimën e von Clausewiczit. Lufta është vazhdimi i politikës me mjete tjera. Pra, undrru regjimin e Iran? Ja. Do të thotë që Irani në këtë drejtim fitoi. Arriti ta mbrojë regjimin. I hoqi raketat Irani? Ja. Vazhdon të ketë, besoj se dhe prodhon në tonë. Duhet edhe tek marrëveshja, tek ato 10 pikat ishte që Irani duhet vazhdoj pasurimin e uraniumit. Prit, do vi dhe aty. Pra, ajo puna e uraniumit mbi 3.5, 2.5%? Jo. Atëherë çfarë u arrit? Po bombardun ura, u bombardun fabrika e tjerë. U ngadalsua ekonomia e Iranit, nuk diskutohet, e ka edhe çeligje speciale në Isfahan, në kombinat e madh, unë kam vizituar atë kombinat, u dëmtua prodhimi i çeligjeve speciale, pa të cilat nuk prodhon as tanke, as topa, as motor tankesh, edhe llamarinat e raketave, se duhen llamarina speciale, nuk i prodhon dot pa ato çeligjet, lidhet e çeligu me vanadium, më the thash. Kështu që u dëmtua, po kaq, edhe fabrika që prodhon në lëndën e parë për raketat që i pjesë vjen nga Kina, atë karburantin në raketave, dhe ajo u dëmtua ose u shkatru. Po, do rikëtohet. Pra, nga dalsua procesi armatimit i Iranit. Po vetëm kaq. Po, më fal, po dhe Izraeli duhet të ripërtëri stokun e raketave interceptuese. Dakor, do e japi Amerika, po ka i kufi. Amerika nuk mund punoj vetëm për Izraelin, sepse është një perandori globale, të dua shumë, por pastaj mos harrojmë atë shprehjen e Churchillit që kur u zi me rezistencën në polake tha, pritet që luftën e dytë botërore Anglia e filloi për Poloninë, nuk do fillojmë luftën e tretë botërore me Stalinin për Poloninë. Edhe nëse ju gulltit, Stalinin do ju gulltisi, s'kemi çfarë të bëjmë. Pra, edhe Izraelit mund vi moment të thuhet prit, nuk do hyn luftë Amerika çdo herë për ndihmu Izraelin, se është ai kalamoni i përgëdhelën që janë zi jetën prindërve. Ka i kufi, shumë të kam time, po ka i kufi. Me lejo po të drejtoj me emër duke qenë se është bisedë e lirë. Në momentin që nisi lufta tani, konflikti i ri, pra kur kishim sulmet, sipas mediave amerikane, kishte pas ata e përshkruani që Netanyahu arriti ta manipulonte Trumpin se do ishte një luftë e shkurtër dhe do mbyte punë shpejt e shpejt. Kjo do të thotë me atë që ndodhi më pas, edhe si erdhi rrugdalja deri tani, edhe me atë që ju më thatë deri tani, që SBA nuk besoni që do hyjmë në luftë për Izraelin në Iran, pra një herë hyri, tani nuk besoj se do hyjmë. Në një ndeshje globale me kinezët, ku dhe Rusia është relativisht e vogël, pra hajde me muj, thot Amerika, flasim për Evropën lindore, flasim për Balltikun, flasim edhe për Ukrainën, se s'u bë që meti,
Izraeli është tepër i vogël, pavarësisht nga ndikimi i madh që ka në skenën politike amerikane. Po Trumpi është mësuar të komunikojë direkt me popullin amerikan. Dhe këtu Trumpi ta fik derën. Po shkruaj ti për e thirrje popullit amerikan kundra senatorëve dhe kongresmenëve që i kanë xhep ajpaku, pra lobi izraelit. Bëhen dhe këto llogari. Pastaj, unë besoj se Mossadi nuk e kreu detyrën ndaj Netanyahu për të bërë një profil të saktë të trurit të Trumpit. Trumpin mund ta manipulosh momentalisht, por Trumpi është ai njeri që para 40 vjetësh është përplas me mafien italiane të New Yorkut. Nuk e di Genovezët, Agambinot. Dhe e ka thyer mafien, nuk i ka paguar gjobë. Imagjino në theshtatën të rrezistosh mafien si thosh kallash ti, kallash unë, nuk ti paguaj lekë gjobës. Këtë ka bërë Trumpi. Pra nuk është një njeri që manipulohet kollaj në fund të hesapit. Në fillim mund të manipulosh, po do paguash faturën mrapa. Kjo i ngjau Netanyahu. Pra, unë besoj që Mossadi nuk e informoi sakt për profilin psikologjik Trumpit. Është njeri që nuk thyet, kurse thyu mafia. I fshëlleu plumi rrans veshit 80 vjeç burri, gërbishti veshin me gjak, ai thoshe fight. Në vend të thoshe Omami. Thoshe Omami me frika është njerëzore, jo. Pra i e kontrolloi frikën dhe i kërkoi elektoratit vetë të luftonte. Jo drejtësi këto budolliqet që i gjojnë në politikën shqiptare. Ja lë drejtësi se të rëvërë. Jo, fight, luftoni. Pra i njeri që i plagosur, plak 80 vjeç thot luftoni. Nuk është kollaj. Ky ishte problemi i madh i Netanyahu. Nuk është kollaj, ja me futën luftë. Nuk është kollaj. Pse? Ai disa herë ka bërë gjëra që Netanyahu s'ka guxuar. Kur vrau general Sulejmanin, ishte një mendje brillante si ushtarak dhe si politikan, një farë Napoleoni, edhe Napoleoni ishte ushtarak, por edhe politikan brillant. Dhe këtë njeri ai vrau paf. Netanyahu disa herë kishte pas mundësinë teknike për ta vrasë, jepte do të urdhë se ishte frikë. Ky është Trumpi. Pra, ky më prish punë, ky vlen sa për 20.000 ushtarë gardës revolucionare në vras. Domethënë është një formë që bota ka harruar këtë lloj formë komunikimi. Janë këto zonjushat, burrat zonjushat e Evropës, domethënë që jo po do ta diskutojmë, jo po kështu që flasim politikisht korrekt. Ai flet me dhunë. Dhe e ka dhunën të kalibruar. Ka dhe forcën amerikane mbrapa. Por e kishe dhe bideja shkret forcën, po kush ja përshëllete. E kishe dhe ai afroamerikani, po kush ja përshëllete. Çfarë ndodh tani me trupat atje? Sepse një nga pikat, sikur e diskutuam me në hyrje, duket është që Irani kërkon tërheqjen e amerikanëve nga xhiri. Mirë, ajo që kërkon Irani është kërkesë maksimaliste, nuk do të realizohet, sepse nuk mund ta dëbosh nga një rajon i rëndësishëm i botës Amerikën. Mund ta dëbosh nga briri i Afrikës, ku është Etiopia, Somalia, se zëvendësoi sipër ose pak ma poshtë gjirit persik, detit kuq, po jo nga lindja mesme, është kërkesë maksimaliste e Iranit që nuk realizohet. Por, baza do të ridimensionohen. Pse? Aleatët e Amerikës, ato sheikdomet, ato mbretërit kuklla arabe që ishin mësuar që me lek do blenin mbrojtje, ato kuptuan që Amerika sa do lek të japësh nuk mbën 100%. A u bombardu Kuwaiti, Bahreini, Emiratet Bashkuara Arabe, edhe Arabia Saudite që është më e madhe. Qindra miliardë dollar armë të blerë ka Amerika, investime në Amerikë, paret e naftës që mbahen në bankat amerikane, këto morin vetëm përqindjen, pra i lej paret ke Sudia dhe marrë vetëm përqindjen, ose ke Vefa dhe marrë 6% që në muaj. Tani Arabët do mendojnë prit, se po investojnë shumë. Katari, për shembull, me 4.000 ushtarë turq që runde pavarësinë, ju qep gjithë vendet e gjirit, përfshirë Arabinë Saudite, se thyrë dot. Ishin 4.000 ushtarë turq. Një lloj sikur të ishte një garnizon me Yeniçer, në shekullin e 16 apo qoftë në shekullin e 17. Kupton? Kurse bazat amerikane u goditën, nuk e mbrojtën vendin. Dhe u goditën edhe infrastruktura e vendeve, jo këto uzinat për shkripëzimin e ujit, nafta, gazi, drejti, shitani. Pra, në ato vende Amerika do rinegociojë tani për bazat, se nuk është një problem tullallaçë, do fitoj Halliburtoni e kompanitë e tjera të djatha që do ndërtojnë tullat e llaçit. Problemi është që do rinegociohet me gjithë ato vende, do kërkojnë siguri ato. Pse?
nuk mjafton prezenca e Amerikës për t'i mbrojtur ato emirët, sultanët, çajën ato domethënë mbretërit aty. Nuk mjafton. Pra do rinegociohet bazat, por që do vendosen, diskutohet që do vendosen. Irani nuk ka takat, do me shpirt, por nuk ka takat ta dëboj